studiuesi dhe publicisti të njohur shqiptar, i cili u nda nga jeta disa ditë më parë pas problemeve shëndetësore me zemrën. Lame ka mbajtur detyra të larta shtetërore, së fundmi kreu i kadastrës. Të shumt janë politikanët, miq të afërm, qytetarë të shumt të cilët po zhvillojnë homazhe. Pak më herët kanë zhvilluar homazhe kryetarja e Kuvendit, ministrat kabinetit qeveritar, studiues, kolegët të ndjerit Artan Lame, historian të cilët kanë nderuar studiuesin Lame. Pak më herët në homazhe ka qenë i pranishëm ministri i mbrojtjes Piro Vëngu, ministri i ekonomisë Blendi Gëngje, po kështu ministri i brendshëm Ervin Hoxha dhe personalitete të tjera. Këto janë edhe pamjet që vinë nga Akademia e Shkencave. Shkojmë tani, janë mbyllur homazhet në këto momente, më njoftojnë janë pamjet drejt për drejta, janë mbyllur homazhet në nderim të studiuesit, publicistit të njohur Artan Lame, i cili u nda nga jeta në moshën 58 vjeçare. Të shumt kanë qenë të pranishmit për të nderuar Artan Lamen, i cili ka dhënë një kontribut të madh si studiues, si publicist. Së fundi ishte duke punuar së bashku me kolegët e tij, me Artan Shkrelin, dhe jo vetëm për ndërtimin e një muzeu. Do të ketë dhe një fjalë përshëndetëse nga një prej miqve të tij të afërt, të Artan Shkrelit, i cili do të thot dy fjalë për Artan Lamen, i ndar nga jeta pabesisht në fakt, në një moshë shumë të re, 58 vjeçare, ndërkohë që këto janë pamjet e zhvillimit të homazheve, cilat sapo janë mbyllur në Akademinë e Shkencave këtu në kryeqytet. Do të vijojmë me këto pamje të drejt për drejta. Janë mbyllur homazhet në Akademinë e Shkencave për të nderuar Artan Lamen, i ndar nga jeta pas problemeve shëndetësore me zemrën në moshën 58 vjeçare. Ka lënë pas një trashëgimi të vyer për vendin ton, me kontributin e tij të jashtëzakonshëm si studiues, si publicist, por dhe si drejtues ndër vite. Ndërkohë që fjalën e Lam Tumirës do e mbaj një prej miqve të tij, Artan Shkreli. Janë mbyllur homazhet në nderim të Artan Lame, studiuesit dhe publicistit të njohur, ndërsa në këto çaste fjala e Lam Tumirës për përcjelljen për banesën e fundit, do ta mbaj Artan Shkreli, një prej kolegëve, miqve të tij të ngushtë dhe bashkëpunëtorëve, së bashku kanë punuar prej vitesh. Shprehim ngushëllime familjes Artan Lames. Ndjekim fjalën e Lam Tumirës nga Artan Shkreli. Shumë të dashur miq. Sot fjala më dele vështirë nga goja. Jo se nuk kam ç'të them për Artan Lamen. Përkundrazi, çdo kush prej nesh ka shumë. Po se dhimbja ma zë fytin dhe ma shtrëngon zemrën. Se edhe e sotmja, sikur se ditën kur morën vesh se Artani nuk do jetë më me ne, është nga ato fletë që nuk do doja t'i di. Nuk do doja t'i kisha në kalendarin e jetës time. Se sot nuk po ndahemi vetëm nga një mik i afërt, po dhe nga një pjesë e vetes son, nga një pjesë e ekzistencës son me një njerëz të bukur si tani. Më ramua shortja ta mbaj këtë fjalë për një koleg dhe kamarad të jashtëzakonshëm. Për një burr që nga urtësia e thellë e gjykimit dhe nga karakteri i vrrullshëm që kishte, nuk i ngjante askujt që njoh. Lamja ishte unik. Ishte kolonjari krenar, djali i madh i dashur i prindërve Adilit dhe Dianës, e cila sot ka humbur një pjesë të shpirtit saj.
Fëmia Trazovac, të cilin dadoj ati e lidhe rreth belit vet militar, ndërkohë që ajo bënte punët që ai të mos ikte se nuk kapej më. Vllai protektiv dhe i gjithgjendur, i motrës së vetme, dhe këshilltari dhe mbështetje në vite i vllait vogël. Studenti kurioz i inxhinierisë ku mësoi metodikën universale dhe mekanikën e detajit. Bashkëshorti i përkushtuar i Mirelës, shoqe son, dhe babai i dhëmshur i Lisias dhe i Arbisit. Ishte koleksionist i erudit i çdo shenje dhe nishani, civil e ushtarak, që shteti në Shqipëri ka krijuar që nga lindja e tij, madje që në embrion, kur ende nuk që më vetësuar nga sfera gravitacionale osmane. Ndoshta i pat dytë, si i madhi Lame Kodra. Ai që ndot parë drejtor të strukturës së re të quajtur Trashëgimia Kulturore, duke krijuar ose kohë një traditë mbreslënëse në Ministrinë e fundviteve 90. Nënkryetari i rrept i Bashkisë Tiranë. Në vitin e kthesës 2000, kur asistoi me entuziazëm aksionet e para emancipuese dhe higjenizuese të një qyteti që donte të zgjohej po sa dilte dot. Zëvendës ministri me të cilin për muajt e tyre gdhente dhe e gdhinim mbi hartat e qyteteve për të vënë qendrat e tyre në mbrojtje. Një ndër aksionet më të jashtëzakonshme qeverisë Nano në fushën e planifikimit hapësinor. Aktivisti karizmatik i kauzave të mprejta të shoqërisë civile në një moment të turbull për vendin. Bashkëhartuesi i programit Partisë Socialiste për trashëgiminë kulturore dhe territorin në ato sforca të mbrame dhe të suksesshme që finalizoi në 2013. Drejtori i Aluiznit, që shënoi me punën e tij rekordet pakapërcyeshme legalizimesh të ndërtesave, kryesisht të njerëzve në nevojë, duke bonifikuar ligjërisht situata të gangrenizuara që rrezikonin paralizimin dhe zhvillimin ekonomik të vendit. Publicisti mendjempret, shigjetuesi i Shqipnisë së tavolinave dhe bulkthyen për të qenë më të vëmendshëm ndaj Shqipnisë së harruar. Rubrika këto me ese të hatashme, shkruar në një dialekt të pakonfundueshëm alla Lame, që bënin të reflektojë gjatë. Drejtuesi i ASHK-s, në një punë me tension të vazhduesëm, në reformim ligjor dhe administrativ, gjithnjë në shërbim të kujtdo që me sa mundej, me zemër të hapur, zemër e cila mbajti pesha që i takonin dhe nuk i takonin, dhe që u përball jo rrallë me presione nga çdo anë, anash, lart e poshtë, indiferencë dhe mos kuptimsi, duke lënë gjurmë fatale dhe në shëndetin e tij. Hartuesi i shumë akteve ligjore nën ligjore, ndonse nuk që detyrë e tij, në shumë çështje dhe paradigma legale, që nga ligji për trashëgimin e deri tek ai mbrami për dekoratat në Republikën e Shqipërisë. Kundërfuti vetështjerash dhe koncepte evropiane të kancelerisë së urdhrave dhe medaljeve, dhe kustodin që sipas një tradite thuajse të harruar e quajti kumandar, kumandarin e urdhrit suprem të Shqiponjës. Krijuesi i muzeut më të fundit të këtij gardës, me medaljet, kartmonedhat e monedhat, uniformat ushtarake, armët individuale, pajat institucionale, qendrore e lokale, sportive, social. Fjala e Lam Tumirës në mbyllje të homazheve për studiuesin, koleksionistin dhe publicistin Artan Lame është duke u mbajtur nga një prej kolegëve dhe miqve të tij të afërt, Artan Shkreli. Shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare, mos u largoni, kthehemi me një.